parashtrohet pyetja se a ka lumturi në këtë dunja apo jo. Të vërtet që lumturia e përjetshme është vetëm në xhennet. E përse duhet t'ja mohojmë vetes tonë lumturinë e pjesërishme e të jemi të qetë në këtë dunja. E këtë fjalë e them nga se Zoti i Madhruar në shumë ajete kuranore na tregon se lumturia është e mundshme të përjetohet në këtë dunja. Zoti i Madhruar në Kur'anin famullar thot: ata të cilët besojnë Allahun xhelleshanuhu dhe veprojnë punë të mira nga meshkujt dhe femrat, lenuhyiyannahu hayatan tayyibah, me të vërtet ne do t'ju japim atyre një jetë të bukur. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dhe do t'i shpërblejmë ato me shpërblimet më të mëdhaja në sajet e asaj që kanë vepruar vepra të mira. Zoti i Madhruar në këtë ajet kuranor thekson edhe gjinin femërore, nga se shpesh ndodh që gjinia femërore ta humbje lumturinë. Disa prej tyre e shohin se mosha e tyre ka kaluar dhe ende nuk ka ardhur askush ta lipje dorën e saj. E disa gra kanë probleme nga bashkëshortët dhe zankat e shpeshta në shtëpi. E problemet tjera që u ndodhin gjinisë femërore, Zoti i Madhruar në Kur'anin famullar në këtë ajet kuranor e ka apostrofuar edhe gjininë femërore se mund të arish një jetë të lumtur e të këndshme nëse beson Allahun xhelleshanuhu dhe nëse vepron punë të mira. I nderuar i vëlla, në këtë ajet kuranor Zoti xhelleshanu nuk thot që në botën tjetër do të arrini jetën e lumtur dhe jetën e qetë, por Allahu xhelleshanu e ka qëllimin për këtë dunja. Edhe pse problemet, hallet, mosmarrveshjet mund të ekzistojnë në këtë dunja. Dhe është e normale, nga se dunjaja është e vendi i sprovave dhe problemeve. Por në vjet të trasha njeriu mund të arrijë qetësinë dhe lumturinë në këtë dunja.